Jam këtë atimet e Tiranës, zoti kryeministër. A mund të morësh masa për këto njerëzit? A mendon që nuk i del një rrog 400.000 lekëshe, 500.000 lekëshe? Qa të bëj unë? I kam drejtën time me punu dytone se nuk më del një rrog. Si më ka ardhë mu kjo taksa mbi tatim pagë, që më deklarot paga, më deklarot 800.000 lekë vjetra, edhe vina jetit paguj 800.000 lekë në vit. Urdhë zotërin të ruar. Që është kjo taks, më la? Që është kjo taks, më la? Që është kjo taks, më la? I thu dhe njerëzve nga Greqia, hajde në Shqipëri se e ke rrogën 3.000 euro. Ku ne po punojmë me mbetjet urbana, ke Eko Tirana, që po punojmë ne, ke 100% mikrobi dhe vina jetit paguj dhe taks atje, është turp. I bëjt thirrje shtetit shqiptar të mori masa për këtë çështje.